Si ka qenë familja jote? Me mbaj mend si një familje shumë të bukur, rritur me familje të madhe, siç rritën familje tiranëse, jam rritur me 2 teze që i kam pasur si shoqe, me një shtëpi të madhe private. Besoj si fëmijëria e shumë fëmijëve të Tiranës. Tani unë kam lindur në vitin 1979, jam plot 45 vjeçe dhe nuk kam më fëmijëri si ato që kemi kaluar ne, që dilnim lozdim në rrugë me shkujdesje pas një problem. Ky është një problem që e shoh sot edhe tek fëmijët e mi. Çfarë bën Tiranën e fëmijërisë tuaj ndryshe nga Tiranën sot? E bën shpirti, karakteri, e bëjnë njerëzit që kanë qenë më familjar, ndërkohë që sot jetesa është bërë pak më e pavarur, më individuale, është bërë më e vetmuar familja shqiptare. Tirana atëhershme ishte me rrugicat, me kaldrëm, gjithë jetë, gjithë gjallëri, gjithë energji, me shumë karakter. Për mua ajo është Tirana tradicionale. A ka mbetur ndonjë gjë pa ndryshuar në lagjen ku je rritur, apo është dhënë për kulla edhe ajo? Është çdo gjë ka për mua, çdo gjë ka ndryshuar aty ku jam rritur. Në të gjithë familjen tonë të madhe ka ngelur vetëm një shtëpi private pa u prishur akoma.